Good afternoon, everybody. Mirëdita dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet në gjykatë dhe mundësim për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Kadri dhe Selit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, trupi gjykues lëshoi më një korrik urdhrin për caktimin e datës për shqiptimin e verdiktit në atë çështje. Seanca do të mbahet më 16 shtator në orën 10 të paradites. Për ta përcjellë seancën duhet të bëhet regjistrim paraprak. Ajo mund të ndigjet gjithashtu edhe përmes funksionit të transmetimit në faqen e internetit të dhomave të specializuara në 3 gjuhët e gjykatës: shqipe, serbishte dhe anglishte. Po më një korrik, trupi gjykues lëshoi një urdhër me të cilin i kujtoi Hashim Thaçit sërish kushtet e modifikuara të paraburgimit të vendosura për të, si dhe të gjitha rregullat dhe rregullorët e tjera në lidhur me paraburgimin e tij. Trupi gjykues urdhëroi gjithashtu mbrojtësit që të rikujtojnë zotit Thaçi detyrimet përkatëse. Bazuar në raportimet e rregullta të administratores, trupi gjykues arriti në përfundimin se zoti Thaçi kishte shfaqur në mënyrë të përsëritur sjellje që ishin në shkelje të kushteve të modifikuara dhe rregullave dhe rregulloreve të tjera të paraburgimit. Në qoftë se zoti Thaçi nuk do t'i respektojë ato, trupi gjykues do të shohë mundësinë e masave edhe më të rrepta për të siguruar respektimin e urdhrave të tij. Më 24 qershor, trupi gjykues miratoi pjesërisht një kërkesë të përbashkët të mbrojtjes për të mos pranuar ndryshimet që prokuroria i kishte bërë dosjes gjyqësore përfundimtare. Prokuroria dorëzoi një version të dosjes gjyqësore përfundimtare, ku kishte bërë 3 ndryshime në poshtë shënime. Korrigjime të gabimeve të vogla të shtypit lejohen në rrethana të caktuara përpara se të lëshohet vendim mbi parashtrimin përkatës. Trupi gjykues lejoi 2 ndryshime në poshtë shënimet e dosjes gjyqësore përfundimtare dhe nuk pranoi një ndryshim me të cilin prokuroria kishte shtuar një referencë, sepse kjo do të përbënte provë materiale shtesë dhe rrjedhimisht hyn në kategorinë parashtrime të mëtejshme, të cilat janë jashtë kuadrit të arsyeshëm. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Heredin Kuçit, lidhur me ndikimin e pretenduar ndaj dëshmitarëve, paneli i apelit miratoi pjesërisht një apel të prokurorisë kundër një vendimi të gjykatësit të vetëm mbi pranimin e akte ekspertizës së një dëshmitari dhe udhëzoi gjykatësin e vetëm që të rivlerësojë pranueshmërinë e provës përkatëse në përputhje me vendimin e panelit të apelit. Prokuroria kërkoi pranimin e akte ekspertizës dhe dëshmisë së një dëshmitari ekspert që ishte i specializuar në kryerjen e një analize specifike. Megjithatë, gjykatësi i vetëm kishte hedhur poshtë pranueshmërinë e akte ekspertizës, sepse metoda nuk ishte pranuar gjerësisht në qarqet akademike, dëshmitari nuk ishte i gatshëm ta zbulonte plotësisht metodologjinë, dhe prokuroria nuk kishte marrë autorizim sipas rregullës 107 për ta mbajtur konfidencial atë informacion. Dhoma e apelit konstatoi se gjykatësi i vetëm duhet të kishte zbatuar standard më të ulët shqyrtimi për të vendosur mbi pranueshmërinë e provës, konkretisht nëse ishte e mbështetshme prima facie, që do të thotë nëse dëshmitari në shikim të parë mund të konsiderohet ekspert i fushës. Sipas mendimit të dhomës së apelit, transparenca absolute për secilin hap të metodologjisë së përdorur nuk është e domosdoshme për pranimin e provave. Duke qenë se dëshmitari shpjegoi si duhet parametrat e përgjithshëm dhe kontrollet e brendshme të cilësisë, dhoma e apelit konstatoi se ekspertiza e tij ishte mjaftueshmërisht e pranueshme për qëllime të pranueshmërisë. Pasi eksperti të pranohet si dëshmitar, do të takojë gjykatësit të vetëm që të vendosë se çfarë peshe të jap kësaj dëshmie. Dhoma e apelit konstatoi gjithashtu se rregulla 107 nuk ishte rregulla e zbatueshme në kuptimin e ngushtë të fjalës, sepse informacioni i ndjeshëm që dëshmitari nuk pranoi ta jepte, nuk ishte dhënë as prokurorisë përpara se të dëshmonte dhe rrjedhimisht prokuroria nuk e kishte detyrimin ta merrte paraprakisht autorizimin për të. Gjithashtu, duke qenë se mbrojtja mundi ta merrte në pyetje dëshmitarin në lidhje me këtë temë, dhëma e apelit nuk gjykoi se mbrojtja ishte shkaktuar dëm.
Rrjedhimisht, dhëma e apelit ja ktheu këtë pikë gjykatësit të vetëm me udhëzimin që të rivlerësoj pranueshmërinë e dëshmitarit ekspert bazuar në konstatimet e dhomës së apelit. Pas këtij vendimi, më një korrik, gjykatësi i vetëm ftoi palët të dorëzonin parashtrime lidhur me këtë aspekt deri më 6 korrik. Ai gjithashtu shfuqizoi të gjitha afatet e mëparshme për dorëzimin e dosjeve gjyqësore përfundimtare të palëve dhe afatet përkatëse. Më 30 qershor, gjykatësi i vetëm urdhëroi palët të riklasifikonin si publike disa transkripte të dëshmive të dëshmitarëve dhe të dorëzonin versionet të redaktuar publike të disa transkripteve të ngjashme. Sa i takon dëshmisë një dëshmitari ekspert, gjykatësi i vetëm urdhëroi prokurorin të kontaktonte punëdhënësin e dëshmitarit për të përcaktuar nëse dëshmia mund të riklasifikohet si publike, apo nëse ka shqetësime lidhur me sigurinë e informacionit ose privatësinë e dëshmitarit. Më 29 qershor u bë publik versioni i redaktuar i vendimit të gjykatësit të vetëm mbi kërkesën urgjente të Fadil Fazliut për ndryshimin e kushteve të lirimit. Më 25 mars, mbrojtja e zotit Fazliu kërkoi që ai të lejohej të udhëtonte jashtë Kosovës për të vizituar një person në fazën e fundit të sëmundjes që të përshëndetej me të në mënyrë të njëment, derisa personi ishte ende në gjendje ta bënte këtë. Gjykatësi vetëm e miratoi kërkesën duke mbajtur parasysh se udhëtimi i zotit Fazliu nuk do të rriste rrezikun e moderuar të identifikuar më parë, se ai mund të pengojë ecurinë e procesit, me që të njëjtat kushte lirimi vlen edhe gjatë udhëtimit. Gjykatësi vetëm e bazoi vendimin e tij edhe në dosjen mjekësore të personit dhe faktin se personi është i afër me ngushtë, duke rikujtuar se gjendja e rëndë shëndetësore e një të afërmit të ngushtë ka shërbyer në të shkuarën si bazë për miratimin e lirimit të përkohshëm. Gjykatësi vetëm gjithashtu vlerësoi se vizita e kërkuar nuk do të pengonte ecurinë e procesit dhe as të ndikonte negativisht në të drejtat e të akuzuarve të tjerë në këtë çështje për gjykim pavonesë të papërligjur. Gjykatësi rikujtoi zotit Fazliu se vazhdojnë të jenë në fuqi të gjitha kushtet tjera të përcaktuar në vendimin për lirim dhe urdhëroi që t'ia kthente pasaportën zyrës administrative menjëherë pas kthimit në Kosovë. Në një vendim të dytë që fillimisht u lëshua më 19 qershor 2026, gjykatësi i vetëm hodhi poshtë kërkesën e mbrojtjes së Fazliut për ta lejuar atë të udhëtonte në mal të zi për të marrë pjesë në një aktivitet. Gjykatësi vetëm konstatoi se nuk kishin treguar arsye bindëse që të përligjnin ndryshimin e kushteve në fuqi për lirimin e tij, dhe se nuk kishin treguar arsye humanitare bindëse apo ndryshim i konsiderueshëm i rrethanave. Më 25 qershor, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese rrëzoi në tërësi kërkesën e Pjetër Shalës për mbrojtje të ligjshmërisë në lidhje me urdhrin për zhdëmtim kundër tij. Ndër 4 pikat e ngritura, zoti Shala parashtroi se trupi gjykues krijoi një shkelje të konsiderueshme procedurale që zhvilloi procedura të veçanta zhdëmtimi përpara se verdiktet për fajësinë penale të tij të merrnin formë të prerë në shkallën e apelit, dhe se trupi gjykues gaboi që gjykoi se ai ishte përgjegjës për kompensimin e dëmit që nuk u shkaktua nga veprimet apo mosveprimet e tij, por nga krimet për të cilat zoti Shala u shpall fajtor. Paneli i Gjykatës Supreme hodhi poshtë parashtrimin e zotit Shala në lidhje me rendin e lëshimit të urdhrit për zhdëmtim. Paneli i Gjykatës Supreme vuri në dukje gjithashtu se paneli i apelit konstatoi se trupi gjykues kishte vendosur saktë se zhdëmtimet duhet të akordohen bazuar në dëmin e pësuar si rezultati drejt për drejt i krimeve që përfshihen në jurisdiksionin e dhomave të specializuara, në lidhje me të cilat personi ka marrë vendim fajësie. Dhe se zoti Shala thjesht shprehu mos pajtime e interpretimit të trupit gjykues dhe të panelit të apelit pa i mbështetur me fakte argumentet e veta. Në lidhje me pikën e dytë të ngritur nga zoti Shala, paneli i Gjykatës Supreme vuri në dukje se paneli i apelit vendosi se standardi i shqyrtimit procedurat e apelit zbatohet edhe për apelet kundër urdhrave për zhdëmtim dhe, pasi shqyrtoi me kujdes parashtrimet e zotit Shala,
nuk u bind se paneli i apelit kishte gabuar në këtë aspekt. Paneli i Gjykatës Supreme konstatoi se zoti Shala nuk tregoi se ishte kryer shkelje konsiderueshme procedurave prej trupit gjykues dhe panelit të apelit në lidhje me të 4 pikat e ngritura dhe rrëzoi kërkesën referuese në tërësi. Kaq kishim për sot. Nëse ka pyetje, do të përgjigjem me kënaqësi. I think there are no questions today. Thank you. Besoj se për sot nuk ka pyetje. Faleminderit që na ndoqët. Seanca e radhës së informimit do të jetë e njëjtën e ardhshme në orën 2:30 të pasdites. Ju urojmë një pasdite të këndshme.